para se të fillojmë fare, ndalu për një moment. Qëndro i palvizur, merr frym ngadalë dhe lëre ajrin të mbush kraharorin tënd. Pastaj nxirre butësisht, lëre zhurmën përreth teje të zbehet. Ky mesazh nuk është krijuar për t'u lexuar me nxitim. Ai të arrin pikërisht tani me qëllim. Diçka e qetë po shpaloset prej kohësh në jetën tënde. Një heshtje, emocione që kanë mbetur të pathëna për shumë gjallë, dhe ndoshta nuk e beson menjëherë, por dikush është i dashuruar me ty. Jo lehtësisht, jo për vëmendje, jo përkohësisht, por thellë, me butësi, në një mënyrë që fshihet sepse duket e rrezikshme, në një mënyrë që e ndryshon njeriu nga brenda, dhe megjithse asnjë fjalë nuk është thënë ndonjëherë, një pjesë e jotja e di tashmë. Ky ndjenjim nuk është i trilluar, është njohje. Mirë se u ktheve. Merr një moment për të ardhur në vete. Nëse nuk e ke bërë ende, abonohu në kanal, aktivizo zilen dhe zgjidh të gjitha njoftimet. Çdo mesazh këtu synon të hapë vetdijen tënde. Tani pyete veten me sinqeritet, pse klikuat këtë video? Jo nga mërzia, jo rastësisht gjatë lëvizjes në ekran. Diçka të titullit të tërhoqi pa asnjë rezistencë. Mendo për momentin kur e pati një tërheqje të lehtë në gjoksin tënd, një kureshtje e heshtur e përzier me shpresë ndjenjen se ky video mund të shpjegonte diçka që e ke ndjer prej kohësh, por nuk ke mundur ta përkufizosh. Kohët e fundit, emocioneve të tua ndoshta u janë shtuar pesh pa ndonjë arsye të dukshme. Mendimet e tua kthehen vazhdimisht te dikush. Kjo ndodh kur energjia emocionale të arrin. Ndoshta ndjen një lloj pranueshmërie, edhe kur je vetëm jo fizikisht, por emocionalisht, sikur dikush larg po të mendon. Dhe pikërisht kjo po ndodh, zemra e dikujt kthehet vazhdimisht tek ti. Zemrat nuk gënjejnë. Ky person mendon për ty shumë më shpesh se sa ti beson. Mendimet e tyre nuk janë të çastit. Ato qëndrojnë, i shoqërojnë në mëngjes para se të nisë dita, dhe në mbrëmje, kur gjithçka qetësohet, atëherë del e vërteta. Ata rikujtojnë bisedat me ty, momente të vogla, shikime, fjalë që ndoshta ti as nuk i mban mend. Ke lënë përshtypje vetëm duke qenë vetvetja. Ata admirojnë thellësinë tënde emocionale, edhe kur e fsheh. Ata e shohin forcën tënde, sidomos forcën që lind nga dhimbja. Ata tërhiqen nga shpirti yt, jo vetëm nga prania jote. Dhe gjëja më konfuzuese për ta, sa natyrale ndihet e gjitha. Kjo dashuri nuk nisi pa pritur. Ajo u rrit qetë, ngadalë, pothuajse pa u vënë re. Në fillim, ata e morën për kureshtje, pastaj për respekt, pastaj për afeksion, derisa një ditë diçka brenda tyre ndryshoi. Lumturia jote u bë e rëndësishme për ta. Dhimbja jote i preku shumë më thellë se sa prisnin. Mungesa jote tingëlloi më fort se prania e të tjerëve. Dhe atëherë erdhi frika, sepse dashuria do të thotë cenueshmëri, dhe me këtë ata po luftojnë. Ata janë lënduar më parë mjaftueshëm thellë sa të ndryshojë mënyrën e dashurisë së tyre. Prandaj ata mbrojnë zemrën e tyre, prandaj heshtin, prandaj vëzhgojnë më shumë se sa veprojnë. Ata i mbajnë ndjenjat për vete, në vend që të rrezikojnë refuzimin. Për ta, ti nuk je i ndërlikuar, ti je i rëndësishëm, dhe rëndësia mund të ndihet e rrezikshme kur dikush ka humbur diçka një herë. Ata druhen se një rrëfim i hapur mund të ndryshojë gjithçka. Ata druhen se mund të humbasin më shumë se sa të mos të kenë fituar kurrë. Dhe ata druhen se diçka brenda tyre do të thyet nëse ti nuk ndjen të njëjtën gjë. Kështu që ata mbeten të heshtur, kujdesen për ty nga larg, të duan fshehurazi, dhe megjithatë ti e ke ndier, pa e ditur pse. Ndoshta ti ende nuk e di qartë emrin e tyre, por shpirti yt e njeh lidhjen. A ke ndier vala emocionale që nuk përputhej me mendimet e tua? Momente malli pa ndonjë arsye konkrete? Ndjenjen e të qenit i mbrojtur, pa e ditur nga kush? Kjo është një lidhje emocionale që rrjedh pa fjalë. Energjia nuk zhduket vetëm sepse ndjenjat fshihen. Kur dikush mendon intensivisht për ty, ti e ndjen, si një presion në kraharor, si një nevojë e papritur për të kontrolluar telefonin.
si një emër që të vjen në mendje pa arsye, si qetësi e përzier me mall. Kjo nuk është rastësi. Tani merr frymë sërish më ngadalë. Ndjeje në vend ta analizosh. Lëre një shkronjë fillestare të ngrihet brenda teje. Jo atë që do, por atë që ndjen. Për shumë njerëz është e qetë, por e fortë, e shyrë brenda vetes, por e sinqertë. Për të tjerë është kë e fortë nga jashtë, e butë nga brenda. Kur ndjen shkronjën e duhur, diçka ndryshon në ty, edhe nëse vetëm lehtë. Ky moment ka domethënie. Ky person e di që ti je i veçantë. Ata nuk të pëlqejnë thjesht të respektojnë. Ata e shohin inteligjencën tënde emocionale. Ata vërejnë se si jep pa pritur vlerësim. Ata admirojnë se si vazhdon përpara, pavarësisht gjithçkaje. Ti i frymëzon ata më shumë se sa mendon. U jep guxim për t'u rritur, dhe pikërisht kjo i trem. Dashuria që sjell ndryshim është e fuqishme, dhe fuqia kërkon guxim. Heshtja e tyre nuk është indiferencë. Të lutem, kuptoje këtë. Heshtja nuk do të thotë që ata nuk ndjejnë gjë. Do të thotë që ata ndjejnë shumë. Ata i mbajnë fjalët brenda, sepse pasi thuhet një fjalë, nuk mund të tërhiqet më. Ata presin sepse duan të jenë të kujdesshëm, jo impulsiv, jo egoist, jo të pakujdesshëm. Ata nuk duan të jenë thjesht një kapitull në jetën tënde. Ata duan të jenë pjesë me domethënie. Dhe diçka është pranë ndryshimit. Një mesazh, një bisedë, një takim i papritur, një rrëfim i qetë, por i sinqert. Nuk do të jetë dramatik, as perfekt, por i vërtet. Dhe ti do ta njohësh menjëherë. Ti je më i dashur se sa mendon. Nëse ndonjëherë je ndier i padukshëm, ky mesazh ishte për ty.